أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vëllezër të ndershëm, shumica prej nesh e ndron që të qëndron pranë një krijeset Allahut Azza wa Jall që është me autoritet dhe post. Dhe ëndrrën të gjithë e kemi ne, në veçanti që të veçohemi me ta dhe që të qëndrojmë më gjatë. E sot jenë shtëpinë e krijuesit tanë, që Allah Azza wa Jall ta ka mundësu që të qëndrosh disa qaste pranë Zotit tanë. Dhe ne, kur i dedikohemi dhe i tregojmë njerëzve që ati që i hik një namaz së paku duhet në ditën e gjykimit të qëndron 50.000 vjetë në kam, njëri prej neve thotë unë nuk e kam problem, ta në ditën qëndroj edhe nuk e kam fare problem, ndërsa 15 minuta me qëndru për Allahu tanë Azza wa Jall ta shkurton krejqat kohë që ka thonë pejgamberi Allahut, para Allahu tanë qëndron vetëm sa me zdreke dhe i kindi, apo sa i falë dire qatë namaz. Që do dire qatë ma të gatë që i falëm, dita e kiametit për namazlit ka që zgatë. Allahu në i bëft letë dhe kollaj. Para të ledhe të ndërshëm, duesh me një vetën që je i nderuar, se si ti ka pëllët të rëmë. Ama Allahu ndoshta i ka privu që të qëndrojnë pranë ati. Vallë, Allahu s'ka desh, apo ato nuk janë të interesuar. Sigurisht që Allahu Azza wa Jall dëshiron që gjithë robët e tij të qëndrojnë pranë atij dhe të komunikojnë me ta. Parat kanë thonë se ibadeti më madhështor pas namazit është lutja dhe duaja. A lutja dhe duaja në realitet është kërkesë. Lutja dhe duaja është kërkesë. Me gjitha ta, thonë të Omer ibn Khattabi radiallahu an, une nuk dërtona fare, as nuk dishoj se Allah s'po ma pranën doa. Kur nuk kam dishu. Amo për qëfar dërtohesh? Tha unë dërtohem shumë nëse nuk më inspirohet, nuk më kujtohet më i lutë Zotit tëmë. Që sa muj, sa problemi ki pos, sa të lajë ki pos, sa herë tu ka kujtu që ti di drejtojsh kërkeset e tua drejt Zotit tanë. Pra të thonë të Omeri, nëse Allah ma inspiron, doan luqen, ma kujton më lu, a i sta kujton kotë. A i ta kujton që ti lutësh Allahut që ta pranoj. Dhe thonë të Sufjan e Thauriu, mosu me rakos pëse Allahu s'tu ka përgjigj.
Për shkak se Allahu don diçka tjetër për ty. A diçka do? Don Allahu prej teje insistim do. Me insistu. I lutesh një herë, së përgjigjet. I lutesh 10 herë, 10 herë, 100 herë, se e dorë. Sikur ai fëmiu që shkon te baba i tij dhe kërkon leje apo kërkon lekë. A do të hiqë? Ai apet, deri sa ti përgjigj. Allah ka dëshirë nga ne që ne të insistojmë. Për shkak se insistimi në kupton se e kena kuptu se s'ka mundësi kush neve në përgjigjet pos Allah. S'ka mundësi që nevojën tonë ta plotësojë dikush pos Allah. Amo ti reke dhe shpresat e tua janë shpërnda. Para të Allah zëtë nuk përgjigjet. Ku ta kuptoj se veç te kjo derë ka zgjidhje, amo Allahu don me të ndëgju dhe thonë të gjithashtu Yahya ibn Muadhi, nuk ka mundësi luqja të kthehet prap nëse plotësohen këto dikusht. Kur luqja s'kthehet prap. Veç përpiqu ti që të dia ti pajtojsh, ti bashkosh gjuhën dhe zemrën. Nuk ka luqje që a kthi prap, që është pajtu gjuha me zemrën. Do të thotë luqja që i boron nga zemra, atë që i lutet Zotit tanë, a i vetëdijshëm prej të lip, a i vetëdijshëm prej kuj je të lip. A ke besim thellë që atë kërkesë që ja paraqet Zotit tanë, vetëm Allahu mund më të përgjigjë. A ka mundësi dikush që më të përgjigjë? Nëse këtë e ke në zemër, 100% Allahu të përgjigjë. Amo ka mundësi ti nuk e shef. Sot si nuk e shef. Se ka thonë bejamin Allahu, doja e pranuar të Allahu është të ralloj. Ose Allahu të përgjigjet në ata që insiston ti, ose e shef Allahu të parasysh, Allahu azza wa jall të arsyeshme, që në vend se me të përgjigj qatë që për kërkon, Allahu me të hek një bela ma të madhe se atë që për ja kërkon Zotit tonë. Ose Allahu e parashef që ki bashkak që asaj luqjes tonë, Allahu belat në ahiret me t'i largu. Cilin Allahu e zjedh për ti, cilën është me mirë për ti. Se na jena të pavë, na se dim. Na dojmë me shku për që në aeroplan, insistojmë, dhe më tregoj gënjoni ki pasqish ku patroni aeroplana, kupton, insistova, e shpejt, kur arrit ati, boarding s'ka, slon, insistova, dërmjetësim, ministri, agje, sumlan. Mas 15 minutë aeroplani që në hava bendo. Edhe shqirë që s'kesh ati. Që këtë shqiri, kush e ka ditë? Që këta, kush e ditë në ti tarmërin tonë? Cëllë është ma mirë për ti? Ku e dinë ti? A zengin lëki, a fukara lëki të banë bë ti? A më thëmë qirëve filoni ka? Po të ka? Pa edhe trupin e ka. Ti ka të lëkët e filonit me aveshët, t'ja la bakë marabonshët. E more vesh t'jep se ka kalon Allah ti. Njoni më tha par gjerë, ishka në derës dikune dhe tha, unë e thot, s'kam ta katë që aty, a më mëra shonca, kur bës t'ja fali filon, tash kur s'të ven shonca, për ata Allah s'ka thonë ta katë ti, se ti kur s'fali, për këtë arsi Allah s'jep ta katë, se ti harabat banë, ti ku e ditë që ka të banë, a beqarë lëki, a martesa? Unë për të thonë njerë se ku do një është një adit, për e mërë lëk, kush martohet, e plëson gjisën e imonit. A mo tërheqja për këti adit, e di pse? Kërejt që e në martu, mos i kam ponë safë. Po mirë me ti e gjisën e imonit e plëcove. Ti a hitë s'ki pasa, po ti hitë kur s'kishe imon në vishe. Ta është gjisë e ki plëcu si, ka ondit një defekt. Për ata më dole hadithi i do.
Edhe në transmetim disa dietarë aty i thonë top. Dhe bëjgjia më të anutë që kjo. Edhe pse inshallah Allahu çdo beqare marton. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu e din ti çka të bën. Cila është më përshtatsh. Amo njëri thotë moti be jam të lut, amo ka dhe një defekt, ka mundsi. Doja ka disa pengesë. Unë veç këta peceki, kështu në këto më shkakos. Ibrahim ibn Edemi kishte të taku, kalon në Basra, kalon në për treg. Edhe tregtarët i thojnë në nalën Ibrahim ibn Edemin, të i thojnë jeba Ishaq. A ban me dvetë diçka, të turnon. Thotë Allahu ka thonë Kurani Kerim, ud'uni astajib lakum, lutuni se ju përgjigjna. Po thash ashtu. Pse në thamë mitëm u dërmum të lutë, apo me gjitha ta Allahu s'po na përgjigjet? Ibrahim ibn Edemi tha për shkak se si duket zemrat e juaja kanë vdek. Ka thonë, po ç'na i ka bën neve zemra që të vdesin? Ka tha 10 gjon. 10. Numroj. E para tha, e njoftat Allahun, ama nuk e adhurutët. E adhurum në Allahu, në këtë e mundën, Allahu anë ku vetë madhë. Apo, ama këtë lipë shku vetë për filonit, po mirë për këtë në thave ku vetë madhë. Allahu anë furnizuës. Ama këshire për thot e lbetë që ti masi e në parti, që këtë në mujsh dikun në ma gjepë një qo. Po mirë për këtë në kur këtë thave të gjithë se Allahu. Arëftumullah, ju e njoftët Allahun. Apo nuk e njoftën Allahun? Allahu Samad, krejt kanë nevoj për Zotin të. Si një tjetërik të tua, pëse? Dhe unë shfrike ka morvesh një shok, Allahu sharoft, e shfrike ka morvesh se edhe si një pas ka kanal pasrimit, apo? Lodët po dirë kënë dika? Elbete tu mus të ka zonë kanali lodëve dhe njerë? Njoni ju ka zonë. Ka bo një operacion shumë shtrejnë. Unë vila se kam ditë se ka, a më kishtë. A qetëri janë kohat se s'ka lot të bërë. Duhet lot artificial, apo? Qëto, për qëto, sa kishe pagujt? Para da më mëse një Jakubin a thëjke, o ti mendje madhë, që të ka rrit menja. A ban ti viq 24 orë në Ramazan, duqoni ku ta mshel shtonin, shka thot, e shkru në atje, ku tonë në riparim është. Në riparim, servis. A ban me po servis t'i vetë. Ta që da baj servis? Ta si që të rritë me një shumë dhe i zotit tanë, se s'po kam vakt, jam e angazhum, s'po muj, shneti, puna, të tira, ta msheli si 24 ore dhe jeto, viq 24 satë. Viq 24, hiq mu si qërë. Prega. Ta kuptosh se sa Allahu t'ka dhonë, a sa kooperacije ndaj Zotit ta. Nisë jam namazit? Po mirë është falla. Mbulon që rrethi, vjera, në puna, pastaj kanzeri, o që fini akotëni, do, vetë luqë, vetë. Regulloj. Ai që e njef Allahun ku anë rati, Allahu e njef atan ku anë vështërsi. Nuk njoh njeri që Allahu e ka arru në vështërsi, kur ai e ka njoh Zotin e vetë në rahati. A di sot njef Allahu? Me urnu Allahu thot, o Zot, bane e bane. A ki e bënusa? Dhe kam një mik, ka bo mirë, dhe diagnoza ati, ku donë tanë pa qëtër në Turqi me delegu, me shurë, me operu, e thashtë të kupton t'ja bajnë telefon në bështëllimi, edhe tha, më ka dalën shumë analize keqë, të cilën kanë li prej atime në nshkërujt, se në kolit s'po se po, ama nëse del për operacionit, ashtë suksesh. Një operacion, 1 milion i suksesh. Unë edhe që ka i thash, në gotë. Se do të shpalohu si kusha, do t'ju tregu edhe që ka bon, edhe i thashi, në nshkeru e me të dur.
Unë thash po ta garantoj se ti ki bonusat e Allah. Për shkurt është me post begji në qeveri. Tamam? Për shkak se unë di njerëzve që i ka bo mirë, edhe pa deshi ato që kthejnë me të keqë. Dhe unë e di njerëzve në dunjo i kam bo dua më të shumë. Tash bonusat e Allahut Azza wa Jall tash janë që aktivizohen. Pasha Allahun që janë një, hec drejt më mirë se unë. Pa asni pasur. A di ka me kanë keni punë. Keni me kudon, a që ka kriju mund për dheut pa u konë. A qetri për Gjermani mu paraqit dhe tha, hoxo, e dojmë një fetfo. Që në fetfo? Tha prindi jonë është vdekje klinike. Dhe Gjermanë thojnë, kotë shka e mali. Kejtë organët janë, kanë dollë për 80-90% nuk punoj. 10% zemra punoj. A ne fetfa me e i ka paratët? Tash e modhe është për mu. Kjo është e modhe për fetfa. Edhe i bona, një hoqës tim më gjë, Allah më shirovë të këtë dhe të njajshë me ato që i pashtë, është safin e parë, kejtë ishin konë. Edhe i thash që shtu, edhe pse këti i thash në dëgju. Tash unë e për fetfa s'muj me dhonë. Se unë e di kapacitetin temë. Ama unë di me të orientu diçka më mirë se kjo. Ta ato s'presin, ato ja hekin vetë. Ato s'tarujnë ose merët të shpjejut. Ta nësë kena, thash ka thonë një hadith, edhe pse ka dilemë me zjetarë, mirë po është praktikisht është vërtetu. Sadakaja është që njeriu e shëndosh. Sadakaja, ose shëronit se muarit tuj me sadaka. Ta ki mundësi dikun, thash po ka mundësi. Pasha Allahun që është një mas 3 mujve, kam përmikon me qatë në dializ, unë kam pi qaj. Sot e kësaj dit është gjohë. Rreziku i fetfas dhe rëndësia e këshillës. Ebu Ishaq tha e para, e njoftët Allahun, ama nuk e adhëru si duhet, se e meriton. Na njoftëm Allahun, ama vërtet nuk e kena në kadru. Ama Allahun e ka qënë dhe në kadrit bonusa neve në i mush. Ha? Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Ramazani është bonus, që ta mush krejt e të zbrastin që i ki pas dënë këtë Ramazanit, sa ta mush, para mendoj, sikur këmisha e Jusufit që ja kthen sirit i Jakubit. 11 evlad i ka pas, as njoni prej atynve, si ja ka kthi shiqimin. 11 muaj ne kena pas, as njoni prej atynve s'ja ka arrin gjallë zemrat. Ramazani dhe është këmisha e Jusufit që na i arrin gjallë zemrat. E dita për atynve tha, e keni lexuar Kur'anin, a mos jeni të punu me Kur'an. Kur'ani jo na bën për tekni. Më të venini hatme. Çka ke kjo? Çka ke këtë punë? Ka biznes. Kur nuk ka. Hatme për tekni Kur'ani? Kur'ani për tek? Për ti e s'kana. A më qishme më s'me kinu? Jepi marë sadaka? Jepi sadaka. S'ka argument që i shkon. Paret i shkojnë në gjep të ugjës. Ashtë argument, fakt. A Kur'ani s'muj me i dhonë që i shkon. Bani që ka duni. Kur'ani është për gjallë. Në surët Jasin, thot një Jasin, dekme, mund gjëzë. Në surët Jasin shkon, Kur'ani ka arë për gjallë. Ki thot Baba Saxhi pesh. O Baba Saxhi shkon, veç ti lexoj për vetë. Baba Saxhi shkon pa ja çut. Çka të bëjnë punë të mirë Baba Saxhi shkon. Ta bëjnë jetë, mbanë për vetë. Ki biznismeni, ki ku do milioneri, po jap sadaka. Ban për vetë i shkon edhe ati. Te me gjallë. E treta thot e njoftët pejgamberin Allahut, ama nuk e pasut. Kush a be hoxha i madh? A unë, a pejgamberi jot? Runa zërë, më krasu. Kush është më i madha? Ebu Hanifja, pejgamberi. Ka dhu. Kush është më i madha? Ka në njëjtë, ka në ngojnë. A pejgamberin Allah? Çka din ti për pejgamberin Allah? Hajde. A me pejgamberin Allah me dasht, ma shumë se evladet e tu, ma shumë se familjarët e tu, është vajib, pa tjetër ki.
Mos me dash ta prish imanin. Qish me pranu Allahu subhanahu. E katra petin tha I hangret nimetet begatit e Allahut, ama nuk e falemndrujt Allahut. E shiqir bekshir rapa popos. Qish kishin rapa popos? Qish popos? Allah pejgamberi Allahut në treg të njerëz Allah, a ban në tregtar përpara janë tut. Shtunë sa ta shes pasurin, sa ti shes urmën, sa ti shes këta. Na, kupton? Shuj se kis podik. Ktheja kilometra. Jo, ka thonë sa tregtar në treg s'kan përcaktu çmim. Ka thonë njerëz Allah, a ban dilsh treg. Ka thonë pse? Ka thonë të najtnojsh. Pasulin që kaç, orizin që kaç, hurmat që kaç, ka thonë ai që I përcakton është Allahu. Qish ai që përcakton Allahu? Po Allahu kur do në shrejton, kur do në liro, laknët për shembull një vet shitën shtrejt, qetrin vet kalbën, apo? A mos I vet, helam. Ta sarasojnë se në kena kërku. Pse? Kur sa ka shtrejtu? Ai që I shtrejton është Allahu. Begatit e Allahut ju I hani, që tërkan e falemndroni. Thot ju pretenduat se shejtonin e keni armik, kjo e pensta, po. Amo, ma mik se me ata dhe në Ramazan, bile u banët. I thalë shejtonit, rreti lidh, na e këta krim punën. E I thot, mos më dirë për para se jam Ramazan li. Se çka do me thonë? Do me thonë që I luj rolin e shejtonit, pas e unë e bona kupton vend ati. Unë jam bedel. Ti bedeli ati? Edhe Ramazan gjuna? Shejtanet lidh? Amo nefsi jot I palidh. Ajt ka dresirat një mot muj, thot, ajt qovmin, ti viç një muj ma oje. Edhe ki hitë se shlon vijen. Shejtanit e manet mik, tha dhe ju pretenduat se gjeneti është hak. Nuk përnuat për ta. Pretenduat se zjarmi është hak. Nuk hiket prej aty. Pretenduat se vdekja është hak. Desmi dhe në gjumë. Apo? Desmën kush ta ku të në gjumë? Gjumë krejt vdesmi. Ka thënë njerëz Allah, ka në xhenet gjumë? I tha jo, pse? Se gjumi është motra, vllavi I vdekjes, nuk ka në xhenet me vlet. Se si të vleç, ti I dek. Si të qosh thoj elhamdulillahi alladhi ahyan. Faleminderimi takon Allahut që I ngjalli, po ti për ditë ke dek. E njëri thot, a kon be dikush na keret tash më në ka ti çe. Po ti pas për ditë shkon. Na shqiptar më shumë na heret se në dunjë. Që I bëna kire, po t'i ka ekipo, në për prona, në për kamos, këtë, valla ondra, ti sëm në alën dishka. A ka t'i një latë, po t'i për t'i qëkon, thot, a kon dikush. Ti mara I kon? Të shka në gjumi a që jo. Allahu e ngrenë shpirtin lartë, ti ka, valla I s'kish të një. Para ta në kësi vetë njoni, këpëton, qka është me e forë, qka është me e forë në këtë dënjo, qka ta mërmenje, qka mund me komun. Zarmi dhe, zarmi, runa zët, Allahu në rujt për zarmi, dunjoz dhe akiretit. Jo e pas për sprovën koqan, Allahu në rujt për krespovë. Dhimbja dhe me modha është edhe për akiret. Në ngushlimet më të mëdhoja, di pse I bojnë? Se normal, se njerëzit kanë peshte Allahu zvëgjel. Zemra të më të me shirushme, në si përfaqen e tokës janë muslimanët. A gëzohësht ti me musibetin që tërkujt? Asësi. Po bile na duhet edhe ma shumë më të rëndit se ato kanë shku në akiret. Edhe I ka kaplu edhe një zjarëm edhe mëja ashpër a nas kena arrit atinve as mesajin Allahut me jaqu. Qa kena mi thonë Allahut, ato me thonë valla s'ta kanë të regu, këto kojshit të tonë. Po jo s'ta kanë të regu, bile janë konë modeli keq për ne. Allahu në zëvëgjel, e lusmi që Allahu të najfalë. Tha dhe ju jeni ata që u mirëni me gabimet e qerve, I keni harru gabimet e juaj. E po be filoni, po. Po e kam ditë motë, pse më në minë është për ata, me vetë. E kishë vetë në baski, po ti një shimi gabim. Ani, edhe në gjami, ja kështë të njësë. Në banin zavë, po mirë, pse ku ka shkuaj? Ka shku në diskoteka. Ti ku I? Vepra janë të Allahu si pas përfundim. Aj, pas ka rapishman, ka na pendu, ka na neq me Zotit tanë. Ti Allahos me ndonë mu përmisu me Zotit tanë. Për këtë arsye thot, për shkak se u preokupuat me gabimet e qerve, I garruat gabimet e juaja,
dhe ju jeni ata të cilët për ditë i vorrosni të vdekurit e juaj me durët e juaj, i ri, e re, plak, vazhdimisht. Ama nuk morën i pëzim. Alergjik ishte po. Alergjik, po t'ja si alergjik. Kush po të garanton ti, pse si alergjik? A do me thonë që ti nuk i desë. Pra ta me këna përfundon, thuhet se me laqës vdekjes, me laqës ajde dhe tinë ato ekipi kush ka dëshirë me kontribu për xhamien, për mirëmbajtjen, a kupton këto në të mëdhoja, inshallah shpresojmë që i më shkujt ati sa 80 vjetë. Qoftë 80 dino, një kafe për dinin Allah dhe për shtëpinë Allah. Dhe mos të tërprodhe nëse s'ki, nuk ka problem. Për çka këse e ki pasisht ti e ki pas dhe jetin, mi dhaon, mi pas. Para ta ne kena bon zakon këto 10 neqët e fundit që Allahu Azza wa Jell me i dhonë bereqet. Kerejt më konë pjesëmarrës në dinë Allah. Pra i kështë thonë me laqët e vdekjes, me laqët e vdekjes kër i kështë thonë Allahu Azza wa Jell, cina të të rehime, thot me amor shpirtet. Thot kur kush s'pu mdoj ka muhe. Pse? Po thot kejtë më përmenin kesh, ma mor shpirtin, kur kush nuk më përmenin. Njoni thot infrakt kështë e posë. Me laqën e vdekjes e përmenin, qetri ndeshje, valla. Qetri, aeroplani kështë e ra. Qetri, pra si qëllë i betin me kodën i sebeb, i përmenin sebebët, e arrojnë zotin e sebebët. Pra vletë të ndërëm, jetosat të duash, se pa u taku me zotin tanë se keqare. Atëre, qka të bojmë në? Përgatit mu, që të përgatit mu? Pitash me vendos në diçka për zotin tonë me përmisu. Nëse në konë largë mu afru, Allah. Allah Azza wa Jell po ju thërët. A din që këtë ke pjesën e kohës, që saj kohës. Thuj se pakisa prej neve përjeton faktikisht qutë, ose shumice e në qutë, a mos jena qëto. Aja është Ramazani për flasë. Allahu thot, unë e tharas, a ke dhe një nevoj që të përgjigjen? Ha? Ti, a ke dhe nevoj? A do të shko? Me arë një qeveritar me thonë, nëse në vëllavit beka me diqish. Apo, Allahu Azza wa Jell, Allahu thot, a ke nevoj të shko? A keni vendos mu pëndu që t'ja fali? A do një ju, si gjunot që shëndrojnë se vabë, Allahu po ju thërët. Ne, inshallah, Azza wa Jell, Allahu ne i mundëson me ju përgjigja ti. Dhe me i thonë, o Zot, që ta kom që përna dhomi namaz, haban dhët, o Zot i malë që ke të reume në jekë. Ka mu hek njoni që e ru në reumin, është një shejtan që e të ru në reumin qëtë. Të njoni më tha reumi, tha e di ku të nalët, shiazi i thojnë, apo, 40 ditë mas i ditës, që atërë tha nalët, që atë shumë që i dhemë, të përdojnë e kështë e hek shumë, tha 40 ditë mas i të vorosët që atërë nalët. Ja kështë e mojë, jo, Allahu Azza wa Jell është ai që i kontrollon. Ti e të kontrollon, kejtë komplet. Ke shonzën para qëgjë e zotit tënë. Të i qështu ki gjumë që po merë, pëse vërë namaz po merë në më, si t'ja për selam, në fjellën zinë, si di namaz, a di pëse, jo ti, a i qëtër që është mrejnë, të i qëra gjia, të i flinë, vëllaj qëra gjia si flinë, bile ka njërë smut, fa këmëton e shlonë, si ta kështë në koronin, thot, une, si ta kështë në koronin, mëna, si di, së në gjëndroj kur qish, ani vazhdo, për çka këse ai s'ka me përballu koronin. Vazhdo be? Vazhdo, do me qitë në alat rije. Në fillim atërë, kur pa dalë kështu me bombë, me kurane, këton e njoni, ere, pro njoni, këton e pejfrinë ati, piknon e lomi, në këton edhe dikur mo, ja mërë me një se e më rini i funit, tha, dil jash! Aja që mu dal jash, jo ti, aj qetri! Lesim Allah në zëgjet që Allah në i pranon i badetë, Allah ishë përblet, me bëni Allah për zgjatë që. Nëse bëma e shkurtoj. Kam qenë 93-ën imam Shkodër. Në fillim 93-ën. Ani pësër nëse në mos jam edhe ratoni. 93-ën e më konë imam, edhe ato më të regojnë se një gjami të vjetër i këshin pas fur, pas e këshin shëndru gjami, edhe Ramazan i parë 91 në qela. Tha dhe s'kish mi hoq. Njoni ka që ke Allahu Akbar, ki hoq ka në. Edhe e morëm dhe për Ramazan. Për galdojnë e këpëton doqë, këpëton që i kanë bajt fejnë. Kishtë për atinë që i kanë agjeru dhe kanë fërë. Edhe dhe kësit të këpëton një njësi namaz, quber, sa pun me kësi.
Sa po me kri? Mara hoqëta, mos e të prove. Haj se nëse prove ma e lomë në kësan. Edhe une nëse prove ma e lomë në kësan, inshallah. Allah shpëlles.